Për herë të parë në Shqipëri, u bë pjesë e shtëpisë së Big Brother VIP Albania një banor i verbër. Stenaldo Mohilli, 28 vjeçari nga Fjeri, ju bashkua mbrëmjen e kaluar 14 banorëve të tjerë të shtëpisë. Por në fakt, Stenaldo ishte banori i parë i cili e preku shtëpinë e Big Brother VIP Albania për shkak se kishte nevojë të mësohej me ambientet. Ai ka një histori mjaft të dhimbshme, pasi kur ishte vetëm 3 muajsh humbi babain. E 3 muaj më vonë u prek nga një infeksion i rënd, ku si pasojë humbi edhe shikimin. Stenaldo është bërë i njohur për publikun shqiptar me pjesëmarrjen e tij në The Voice of Albania, e më pas me punën e tij në Top Albania Radio. Më herët, Stenaldo ka jetuar me nënën e tij në Gjermani, por janë kthyer në Shqipëri pasi kjo e fundit nuk u përshtat dot me jetesën atje. Pavarësisht se Stenaldo është një person me nevoja të veçanta, ai ka kërkuar produksionit, por edhe banorëve të shtëpisë që të trajtohet në mënyrë të barabartë, pasi edhe në jetën e tij të përditshme ai ka zgjedhur të bëjë të njëjtën gjë.